emocionuar, por midis miqve, shokve, kolegve, dhe të gjithë fushave që përfaqësonin atëherë sektor më të rëndësishëm të jetës tonë të punës, i kisha këtu dhe ata me shikimet e tyre, me përshëndetjet e tyre, më bën edhe një herë që të sjellin ndërmend punët që bëjmë për të mirën e fëmijëve, nxënësve, punonjësve të fshatit, punonjësve të qytetit, inteligjencës, arsimit e të gjitha të. Nëse do ktheheshi edhe një herë në kohë, çfarë do bëni për qytetin sot? Lushja i ka të ngritura gjërat, do punoja shumë me ujëra, sepse ka 2 lumenj, ka shumë rezervora, sidomos rezervorin e Thanës, do të zhvilloja bizneset që janë në rrugë të mbarë në drejtimin e bashkisë e Këshillit Bashkiak të Lushës. A do kishim një thirrje për qytetarët e Lushës? Po, i falenderoj nga zemra, ndërkohë ky tranzicion duhet kuptuar drejt për të arritur më të mirën që Shqipëria dhe Lushja të militojë në familjen e madhe europiane.